Instituti i Kosovës për Drejtësi ka kundërshtuar procedurën aktuale për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, duke e cilësuar atë në kundërshtim me kushtetutën dhe rregullat parlamentare. Sipas IKD-s, seanca e jashtëzakonshme nuk mund të zhvillohet pa praninë e të paktën 80 deputetëve. Në rastin konkret, në sallë kanë qenë vetëm 64 deputet, çka sipas institutit e bën të pavlefshme nisjen e procedurës dhe 2 raundet e para të votimit. IKD ka ngritur shqetësime dhe për mbledhjen e Komisionit për Legjislacion, e cila është thirrur vetëm 2 minuta para zhvillimit. Instituti vlerëson se kjo mënyrë veprimi cënon transparencën dhe kufizon pjesëmarrjen reale të deputetëve në proces. Një tjetër çështje lidhet me nënshkrimet e deputetëve për kandidatët. IKD thekson se 2 kandidat janë propozuar më 5 mars 2026, por tërheqja e tyre nuk i bën sërish të përdorshme nënshkrimet për kandidatë të tjerë. Sipas institutit, nënshkrimet konsumohen në momentin e dorëzimit zyrtar dhe lidhen vetëm me kandidatin për cilin janë dhënë. IKD mbështet këtë qëndrim tek praktika e gjykatës kushtetuese, përfshi rastin I-47 fraksion 10, si dhe tek rregulloria e kuvendit, e cila lejon tërheqjen e nënshkrimeve vetëm pas dorëzimit zyrtar. Në vlerësimin e institutit, mungesa e quorumit, shkeljet procedurale dhe interpretimi i gabuar i rregullave e bëjnë procesin juridikisht të pavlefshëm. IKD i kërkon kryetares së kuvendit të mos ndërmarrë asnjë veprim në seancë pa quorumin kushtetues prej 80 deputetësh.